Qa mjeti isha i mjeti i punës? Ajo është... Ishte fantastike. Shiko, unë... Edhe e drejtoj e mirë me qetësinë tonë olimpike. Unë e kam pas pasion dhe vazhdoj ta kem pasion, sidomos breshtarin, pemtarin. Janë punë që realisht mund të jenë punë fizike që lodhesh fizikisht, por që më lehtësojnë, po themi mendrisht. Dhe nëse gjej një qetësi në një gjë që bëj, është ajo. Aty gjej një qetësi dhe një ngrohtësi. Aq më tepër kur i shërbej pronave janë të parëve të mi që janë trashëguar dhe vazhdoj të jenë një jetë, po themi në kuptimin e zhvillimit dhe të përdorimit. Atje kam i vresht, përpiqem të gjej kohën, megjithëse tani jam shumë vështirë, por përpiqem të gjej kohë, ndoj shtunë, ndoj diele që dal atje dhe i shërbej, i mbaj, i përpiqem ashtu siç në fakt çdo familje miratore ka pas zakon që qoftë raki, verë, të ketë të vetat, dhe përpiqem sërish të bëj atë.